Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetar, para se të prezantoj masat e reja që do t'i zbatojmë menjëherë pas marrjes së përgjegjësisë në komunën e Gostivarit, dua t'u rikujtoj për një vendim shumë të rëndësishëm që e morëm vitin e kaluar dhe që u zbatua me sukses. Bëhet fjalë për vendimin për ndarjen e 100 eurove për çdo familje me fëmijë të posa lindur, një masë konkrete, humane dhe e drejtë, që tregoi se kur ka vullnet politik, ka edhe zbatim real. Këtë masë e vazhdojmë edhe si vjetë. Sot, para jush, prezantoj masa të reja, po aq konkrete të cilat do të zbatohen menjëherë me ardhjen tonë në komunë. Rinia e ardhmja jonë. Për çdo të ri dhe të re, deri në moshën 30 vjeçare, komuna e Gostivarit do të mbështes start-upet me nga 60.000 denar. Çdo vit do të përkrahim 30 nisma të reja rinore, duke investuar drejt për drejt në idetë, kreativitetin dhe guximin e të rinjve tanë. Gratë, shtylla e zhvillimit. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të arrihet pa fuqizimin e grave. Çdo vit 30 vajza dhe gra do të përfitojnë nga 60.000 denar për nismat e tyre të biznesit. Ky është investim në pavarësi ekonomike dhe barazi reale. Një masë e veçantë, shumë e dashur për mua personalisht. Para se të flas për këtë masë, dua të theksoj se kjo është një nga masat më të dashura për mua personalisht, sepse prek drejt për drejt familjen, solidaritetin dhe rolin e pazëvendësueshëm të gjyshërve tanë. Sot shumë prindër janë të dy në punë dhe barën më të madhe të kujdesit për fëmijët e vegjël e mbajnë pikërisht gjyshërit, me dashuri për kushtim dhe sakrificë të heshtur. Faleminderit gjyshërve tanë. Ky projekt është dedikuar për gjyshrit pensionist që kujdesen për niprit dhe mbesat e tyre, ndërkohë që prindërit janë të dy në punë. Ata do të përfitojnë një shumë simbolike prej 30.000 denarësh në vit nga komuna e Gostivarit si shenjë mirënjohje, respekti dhe mbështetjeje konkrete. Shkolla të sigurta dhe pa bullizëm. Do të krijojmë programin ambasadorët e sigurisë dhe respektit në çdo shkollë. Këta nxënës do të përzgjidhen në bashkëpunim me mësuesit dhe psikologët shkollor, jo vetëm sipas suksesit mësimor, por edhe sipas ndikimit pozitiv që kanë tek bashkëmoshatarët. Qëllimi është i qartë. Nxënësit ndikojnë më shumë tek njëri tjetri se sa të rriturit. Viktimat ndihen më të sigurta kur kanë bashkëmoshatarët që i mbrojnë. Shkolla bëhet një komunitet më i fortë dhe më i bashkuar. Të nderuar, investimi në ekonomi, rini, gra, familje dhe arsim nuk është premtim, është plan i qartë veprimi. Ashtu si që zbatuam me sukses vendimin për mbështetjen e familjeve me fëmijë të posa lindur, edhe këto masa do të zbatohen pa vonesë për një Gostivar më të drejtë, më të fortë dhe më të zhvilluar. Ju falenderoj.